Kosova është diçka e re. Feja islame është në këtë troje me shekuj e shekuj, e vajza me shami edhe ma gjatë se me shekuj, sepse mbulesa e kokës është traditë edhe feve të tjera monoteiste. Vendimi për të kryer obligimet fetare ashtu siç ti kupton, janë vendime të personale dhe kanë të bëjnë vetëm me ty dhe me veten tënde. Edhe kështu është, besoj, vendimi çdo vajze tjetër. Kur e them kështu, edhe ndonjëherë më thonë, siç po më thonë më herët, ku e garanton ti se është kështu? E them për një arsye të vetme, sepse ne nuk jemi një shtet teokratik, ku shteti na obligon të mbulohemi dhe të vishemi kështu, prandaj është rënd dhe jenë dhe ka përfitime aty. Përkundrazi, ne kemi pasur një infrastrukturë dhe një strukturë sociale dhe shtetërore që ka qenë kundër vendimeve dhe zgjedhjeve tona personale. Zgjedhjeve tona të lira kanë qenë kundër besimit ton dhe ne kemi luftuar. Dhe tash kur keti një individ kundër sistemit, nuk është në përfitim individit që po e bën, por është bindja e fuqishme që e bën atë të qëndrojë në zgjedhjen e vet dhe t'i dalë zot zgjedhjes së lirë të vetes. Dhe këtë kanë bërë unë dhe kanë bërë qindra mira vajza të Kosovës. Tash, kur e ke të sqaruar atë pjesën personale, çdo gjë tjetër vije në rand të dytë. Sepse njeriu i beson Zotit dhe i dorëzohet Zotit. Edhe me preferencat e tij bëhen preferencat tua, dhe të tjerat pastaj fillon e mundohesh ta zgjerosh rrethin, ta riedukosh, që një reagimet e njerëzve janë spontane, ndonjëherë janë të diktuara nga lart, nuk kuptojnë fare. Por unë nuk besoj që besimi në Kosovë është diçka e re. Feja islame është në këtë troje me shekuj e shekuj, e vajza me shami edhe ma gjatë se me shekuj, sepse mbulesa e kokës është traditë edhe feve të tjera monoteiste. Tash është për të çuditur se si për 50 vjet komunizëm ne kemi harruar që shumica e grave të Kosovës kanë qenë me shami dhe jo vetëm me shami, kanë qenë akoma më të mbuluara. Dhe kryqka e sheh është se në atë rrethin e fobive që njerëzit kanë shumë mungesë informacioni apo thjesht nuk u punon fort kujtesa për të kujtuar që në fakt ne jemi asgjë e re.